mirë se keni ardhur. Është një hata e rrallë, të thu që jetë në kohën e Mesjicës. Një linje elektrike e cila shife, ja ktheje atje. Kthej kamerën atje. Edhe në shturbi bos që ta shofish atë linje që merr një fshatar, që merr korrentin e merr dritën e qënë në shtëpi. Është rrezikshme? Është shumë e rrezikshme për çdo njeri që kalon aty. Shëqyr Zotit që na u bën kjo rrugë e bukur, shëqyr Zotit që shohim një bukuri të rrallë. Po ju të shofish ato merimanga telash, të shofish në për anë të rrugës. A mund preket lehtësisht edhe nga fëmijët? Mund preket, ja, shife, ja, kthej kamerën atje. Ktheje kamerën që jashtë, jenë të varur në telet, si merimangat. Si merimangat. Sa ku ka kështu? Këtu janë bën 2-3 vjetë në të lloj forme. A janë ku, a keni... Kam marrë inxhinierin e elektrikut edhe nuk kam marrë asnjë lloj mase. Asnjë lloj mase fare. Cila ka qenë përgjigjja e tij? Përgjigjja e tij ka ardhur aty. Ka ardhur aty dhe i ka pa, kanë vënë atë hunin aty, ata hujt aty edhe basta. Ajo duhet normale këtë gjendje e tillë. Për mua është normale. Për mua është e pazakontë. Keni pas ndërprerje të energjisë elektrike? Jo, s'kemi pas atë energjinë elektrike e kemi pas super energjinë, por ama ajo lloj forme që është, ja, shive tele dhe ik pushin kamionat kur dalin, ik pot ky tjetri këtej, deleni edhe kështu ju përshëndes. Faleminderit. Unë